Unë besoj gjithmonë në racionalitet politik, ka një munges të instiktit bashkëpunimit, deri tash, ka pas. Por çështja është që është prek tavani. Dëgjo, proporcionali i kodum kushtetues si sistem zgjedhor në Kosovë. A dini pse u bë? Cili ka qenë motivacioni kryesor? E cilën LDK ka dhënë konsenzusin. Sistemi zgjedhor. Sistemi zgjedhor i kodifikum kushtetues, që mos mund ndryshu kurrë pa një marrëveshje politike. Po, se na kena pas përfaqësim ma gjon, edhe mos me mujt askush me pas pushtetin absolut. LDK ka pas pushtet madh. Po. Sistemi edhe ka pranu këtë sistemi është ndërtu me nol LDK-n. Po. Dhe na kemi thonë po, se shtëpia na takon gjithë neve, do të me bashkëpunu, sa po doni me rrudh politikisht. Demokracinë parlamentare kemi përqafu, kemi besu në to. LDK-ja dini, inicialisht ka pas sistem gjysmë presidencial. A dojmë gjithë demokracinë parlamentare? Po, kemi përqafu. A dojmë këtë sistem zgjedhor që i favorizon partitë e vogla? Po, e kena kodifiku në kushtetut, që mësë mëjtë me ndryshu. Nëse zoti Kurti donë me ndryshu kushtetutën, nuk mundet me ndryshu ndryshe pas me bashkëpunim. Jo vetë i kërku me po 2/3, për do të me kërku me bashkëpunim, me konsenzus, i më rrinë 2/3, se me 2/3 edhe kushtetuta ndrohet. Nësi i ke edhe 2/3 e serbëve. Po dha, kur gjonë këtë botë nuk ndodhe pa ndryshushme nëse ka vullnet politik. Po pa bashkëpunim politik, pa ndërtim të agendave të përbashkëta, na do të me ikë parimit one man show, s'po ta jep qytetari mo, nuk po ta jep, nuk po ta vranan. Një parti i shtetë nuk mundohet, ka uzën e këna fitu na. Shqiptarët e Kosovës e kanë fitu luftën në shtetë parti, nuk ka tek ne mo. Nuk mundet të tregun e lirë me e këthin monopol kërkosh. Është kauze fitume. Kauzat e mdojnë fitume. Tani duhet, nuk jam për më po gardiani kësajna. LDK-ja me pas rolin e gardianit edhe me rujt demokracinë. Jo, me zhvillu, me mbyll shëndërtimin edhe me afirmu bashkëpunimin. Kjo nënkupton që ne e kemi këtë rol. Kemi pas këtë rol. Edhe si pjesëmarrës në institucione, edhe si pjesëmarrës në procese politike, pa mor pjesë në institucione, edhe si opozit. Na kena me qenë konstruktiv. Gjua jonë ka me qenë konform pritës qytetarëve, përshka na qenë kuvendë, Shqip, kuvendi e Republikës është ku kuvendojnë njerëz, jo ku shohën njerëz, jo ku pështyjnë njerëz me zveti, jo ku shtyjen, ku kuvendojnë është regullo norm të familja jonë, të Republika jonë është norm. Kur hinë kuvend, ka regull, ka rend, ditë kush ka forë, kush ka thot, kur thot. Kuvendi e ka këtë protokoll, ku burrat e gratë kuvendojnë në interes Republikës, edhe në fund votojnë për diçka, edhe mbyllën. Po këna këthy kuvendin në diçka që nuk për përdori kësa ere terin matron, po se ma ne do të me ndru emnin ati institucioni. Sovranitetin e Republikës tonë e përbazon kuvendin Republikës. Na këna zxedh me qënë organi ma i lashtë në dorë. Krejt tjertë i kanë një rol të përcaktuar me kushtetut. Nuk ta ka dhonë krejt, mos prejtë se në e merë krejt, do të me nda. S'po lyp kërkosh ma shumë, sa na ka dhonë neve e rol, kaqë. Se na, thashtë njerë, di me shka këtu proces. Po mandej, shpesher e thëmë me seriositet, me bindje. Problema që kur shkakton LDK proces nuk ka kush e nalë ma. Okej, deri me tash pra e kemi pa që zoti Kurti nuk kërë në fund, pra ka qenë, që me thoni, ka ofru LDK-s, të pakten mas në shkurti dhe mas 28 ditor, do të ashojmë se si do të përmbyllë, dhe do të ashojmë gjitha të thonin e ju i të famshme, që presidenti i kalon ka LDK-ja, do të ashojmë nëse një mend kësaj radhe do të kaloj ka zyrët. Për 26 vjetë ka kalon, nuk di cila është arsye tjetër me thonë që s'kalon. Gjithmonë është hera parë, por nuk besoj që tash është koha me thonë. Kështu që prapë vlen të e njëjta.